për ta mbyll. Për gjitha këto që bisedum dhe me të drejtë ju ishit kritik. Por vetëm duke drejtu Gishin nuk mendoj që rregullohet. Jo, jam plotësisht dakord. Ju krijuat një parti e djathta. Djathtas. Djathtas, më fal. Djathtas. Tani çdo të bëj Enkelet Alibej me vetë Enkeletin dhe me partinë e tij. 4 vjet ikin shpejt. Kuptova. A do të vazhdoni aksionin tuaj politik, a do të vazhdoni organizimin tuaj politik? Së pari, duhet korrigjoj sepse unë jam edhe kështu, edhe për profesion, në partia nuk është e imi. Ja, Okej. Grupimi ku bëj pjesë. Kuptimi, e di shumë mirë dhe keni pas një gjë ndryshe që nuk vot kryetar, ishit një grupim ku vendosit në mënyrë kolegjiale. Sepse dhe ashtu u krijua në mënyrë të natyrshme me individ të cilët e kishin përvojën ton, shumica, përvojën ton, eksperiencën ton brenda Partisë Demokratike, përkpisnin fakt asaj rrymës që nuk ishte dominante në Partinë Demokratike. Jo, kur tash ju si Enkelet, ju si individ. Atëherë, si individ sigurisht. Si individ, nuk tash si pronari i partisë. Okay. Si aktivizim publik do të vazhdoj. Po. Në fakt, unë kam për detyrim që ca gjëra, edhe për shkak se kam qenë në pozicione të rëndësishme, të mund t'i ndaj me publikun. Kënd vështrimin tim, minimumi. Nuk pretendoj që ky të jetë kënd vështrimi më i përsosur. Por të paktën ja njoh vetes, po themi, aftësinë për të thënë gjërat ashtu siç janë dhe për të qenë edhe kritik, po ndonjëherë edhe këmbgulës. Atje ku kanë qenë brenda Partisë Demokratike. Dhe të pakt ka qenë ata të cilët brenda Partisë Demokratike kanë sakrifikuar, po themi, komoditetin personal, ndaj të thënit të një gjë ashtu siç është dhe siç mendohet. Dhe besoj kështu, besoj se kanë dhënë prova edhe kolegët e mi dhe janë jo pak. Sigurisht do ta them edhe këtu para jush që është e vështirë tashmë për një subjekt që s'ka vitrinën e parlamentit për të shfaqur ekzistencën e vet, por se jo vetëm individualisht, por se edhe si grupim, sigurisht do të vazhdojmë. Do të them edhe një gjë të fundit lidhur me ju e filluat diskutimin dhe në prezantim që pësuam disfat, po ishte disfat. Ishim në parlament disa, tashmë nuk jemi. Paktën një ndryshe nga gjithë rrugtimi i Partisë Demokratike që kur nuk ja ka vu fajin vetes. Jo. Dhe shika ku po shka. Absolutisht. Domethënë unë e them, pavarësisht se rrugët ishin mbyllme, por unë e them këtë që përgjegjësia është gjithmonë tek individi. Megjithatë këtu unë fakt nuk e kisha prishmërinë që ju s'do të merrni asnjë deputet. Unë biles mendova që të paktën 2 do t'i keni. Nuk ndodhi. Ndoshta edhe po themi prishmëritë tona për aq ishin, megjithatë kjo është edhe nuk qortohet më si nuk qortohet si zgjedhje, po themi e publikut. Amerikan. Okej, por një gjë mund ta them me siguri. Sigurisht mund të qenë paftësia jon që idetë tona, qëndrimet tona t'ia bënim me dije publikut, po doni ju mund të kemi qenë edhe të sankcionuar për faktin që pse kaq vonë brenda Partisë Demokratike. Por një gjë më duhet ta them që si qëndrime, si pozicione, si teza, unë qëndroj fort përsëri atyre tezave. Në raportin qoftë me Partinë Socialiste, qoftë me Partinë Demokratike. Në raportin pozicionin lidhur me të drejtën e pronës, me ekonominë, me konkurrencën, me median e më radhë. Dhe besoj që jo besoj, por do t'i qëndrojnë sepse nuk është se e bëm këtë organizëm, këtë subjekt vetëm për një moment, vetëm për këto zgjedhje, sigurisht e kuptoj vështirësinë e të kuptuarit që ka një alternativë tjetër opozitare përveç Partisë Demokratike, është e vështirë. Megjithatë, dhe kjo është e fundit, bëhet qefi vërtet që disa subjekte të tjera morë një lloj rezultati, jo për aq për subjektet, duhet të jem fare sinqert, jo për ata që subjekte profesion, por për faktin që në një pjesë të votuesve shqiptar, dhe jo pak, po diku 170.000, bën një zgjedhje ndryshe nga PS-ja dhe PD-ja. 170.000. Në një vend që 1.3 apo 1.4 milion votojnë, nuk është pak.
një kontribut të vogël te kjo pjesë për të prishur atë dikotominë e vjetër, duhet ta kemi edhe ne. Dhe kështu që kjo është një gjë që do duhet të vazhdoj. Do duhet të vazhdoj.